Disa persona janë shoqëruar në komisariat të cilët po merren në pyetje lidhur me djegjen e 2 automjeteve në Maliq. Sipas informacioneve, pista kryesore është ajo e zjarrvënies së qëllimshme, ndërsa nga ana e grupit hetimor po kontrollohen kamerat e sigurisë në zonë, nëse mund të kenë kapur momentin e djegjes së mjeteve. Nga hetimet rezulton se fillimisht ka marrë zjarr mjeti tip BMW në pronësi të Kevin Durollarit dhe më pas flakët janë përhapur duke djegur mjetin tip Toyota, i parkuar disa metra më larg. Luli Gongo, pronari i mjetit Toyota, ka folur për mediat, duke thënë se nuk dyshon për zjarrvënie të qëllimshme. Ne ishim në gjumë, edhe dikush nga këta komshinët tonë thanë hajde se ka rënë flak. Dhe në kohën që ne arritëm, i shikojmë 2 makina në flak, dhe këtë tjetër këtu. Në kohën që erdhëm neve, makinat ishin në flak, por në të njëjtën kohë kishin arritur edhe zjarr fikset, edhe policia në të njëjtën kohë erdhi pas 5 minutash, dhe fal atyre kooperuan me sukses, atë pavarësisht se na dojtë deri në fund makina, ata bën një punë të shkëlqyer sepse na rojtën shtëpinë, i ka akoma tela të shkrira në tavan. Dhe ishte masa që kishte bërë ky teli korrendi sipër, se është pozicioni nën tela ky që kam parkuar unë, dhe këtu ishte e gjitha e meta. Ajo e ka them se ka elektrizuar ose ka vënë në flakë këtë makinë. Makina e parë ishte në flakë dhe siç e shikoni ka dhe një distancë prej 10 metrash, po ta shikoni, kështu që s'mund të ishin në lidhje me njëra tjetrën apo të jenë vend të dyja në një kohë se s'ka kuptim. Konflikti që ne mund ta sugjerojmë ose mund të dyshojmë është i pamundur në kjo pjesa jonë, sepse nuk u ka ndodhur ndonjë histori që kemi në 50 vjeçare të kenë ndodhur këto rrethana. Policia ka të drejtë të gjurmojë, ka të drejtë të investigojë, po në koordinimin tonë ne dim thjesht edhe detyrimisht e komshiu im që s'kemi pasur pista inkriminuese ose problematike. Po s'kemi pasur përkundrazi. Pas çunit, se çuni ka qenë në Gjermani gjithë ato kohë dhe në shumicën e kohës, edhe këtu është provizor 1 muaj të fundit që ka ndenjur dhe nuk besoj se ka ndenjur se është shumë punëtor. Në rastin tim unë kam ndenjur më shumë në Durrës, edhe këtu kam shtëpinë e babait. Ai theksoi se nuk ka konflikte me asnjë person.